Ne ndëgjum një shpjegim të deputetit që ka marrë të drejten me i dhënë vendit qeverin tani dhe zyrtarisht nga presidentja, e pam që është një lloj shfaqësimi për gjendjen e vendit, për problemet që ka vendi, kuptohet ka mujt mu shfaqësu edhe i grim ma shumë, me shpjegu pak edhe pse jemi në sanksione, pse na është ndalu dialogu strategjik, pse çmimi i energjisë është rrit kaq shumë, e kem probleme në prodhim, e kjo listë ka mujt me qenë gjatë. Tani edhe ne, si Aleancë, nuk dëshirojmë, pra nuk e shohim të rrugës të rendit, që të debatojmë për një program qeverisës, të një qeverie në ardhje, sepse nuk na u dha. Nuk kemi asnjë material me shkrim të ndonjë programe qeverisës për vitet që vijnë, që është praktik e zakonshme, pa shihet që deputeti që u paraqit në emër të shumicës nuk ka program qeverisës fare, nuk është nda deputetëve të paktën me pa dikush. Në ato premtimet që i tha, se pagën minimale 500 euro, pensionet, lehonat, dhe disa premtime tjera, nëse vim qeveri në opozita, do t'i përmbushim pak ma mirë. Nikosisht, edhe investimet në sigurie, mbrojtje do t'i rritim ma shumë, kuptohet, në rend e ligj, nuk dojmë me u bo me të korruptumt, po me prokurorin, me qënët e drejtësisë, dhe do në ka atyne, për fund e nderuam deputet, që u paraqit e këtu në emër të shumicës, ma viti pak kjo arsyeja pse e çeke luftën hibride sot. On pas kaq vitesh ti në këtë foltore, për mendimin tim i nderuar, ti je produkti i luftës hibride të armiqve tonë, pra ty të kanë kriju, ti ke ushqy këtë luftë hibride në këtë vend, në vazhdimsi, ti ke punu sistematikisht me diskreditu çdo vlerë të vendi, disa për qelve dhe i vujnë pasojat sot e drejtësisë ndërkombëtare, disa ma herët, dhe si i këtil një dit, po, është e vërtet, lufta hibride e han ato, i cili e ka ushqy atë luftë, e ta shtë ka dhe radha, besoj edhe ty, të roj sukses.